Përshëndetje, tash do ju prezantojmë projektin e parë që e kena mbaru me sukses me studentët në trajnimin WordPress, Web Design, SEO dhe ChatGPT. Ky është projekti i parë që ne kena kriju së bashku me studentët në lokal, do të thënë në lokal VP programi, dhe së bashku prej zero me Elementor e kena kriju duke u bazu në temën Bloxy Theme, edhe duke e pa gatshme temën që është në Bloxy, edhe atë temë e kena konvertu të gjithën së bashku me studentët me Elementor prej zero. Andaj si fillim e kena homepage-in ku kena kriju një header, i cili headeri është transparent. Këtë e kena kriju së bashku me studentët, ku si fillim e krijum headerin dhe footerin, pastaj i krijum seksionet tjera. Andaj domethënë këtë e bëm edhe të jetë transparent, duke pas background të gjithë fotografinë e cila është në seksionin e parë në homepage ose hero section, ashtu si quhet. E kështu me radhë, kena një buton për search, kena accountin edhe kena butonin lart Explore Now, i cili është me një hover. Si fillim është outline, pastaj e kena bërë me studentët me hover efektin, që këtë na i mundson edhe Elementori me kriju. E kështu me radhë, pastaj këtu kena vendos një title, një tekst, një buton tjetër. Kena kriju këtu tre boxa, edhe pas tre boksave e kena fillu seksionin e ditë. Seksioni i ditë ka tre karta të quajmë, që kanë location, edhe këto kartat si fillim kanë lart një title, edhe tash çka kena bërë me studentët është që tek dizajni këto kartat kanë qenë me një hover me një shadow, me një hover me ngjyrë të zezë. Andaj në moment kur e bënim mausin përmbi, atëherë kjo zbardhët. Kjo është një efekt që kena arrit me overlay, me kriju së bashku me studentët nëpërmjet Elementorit, e kështu me radhë, të cilat kanë overlay. Okej, tash pak më poshtë kena një seksion tjetër ku kena një icon box me location, edhe një icon box tjetër. Okej, tash e kena një seksion të dytë, të tretë, që është seksioni i cili ka një background me një image. Pastaj kena me dy kolona, e kena një tekst edhe një fotografi, që është një fotografi me emër edhe me çfarë punon. E kështu me radhë, kena një image, i cili image i përbrenda ka një video, që nëse e klikojmë domethënë shfaqet videoja. Çfarë kena bërë video si kena vendosur një image overlay, i cili tregon se ka një image, mirë po nëse klikojmë butonin, atëherë domethënë hapet videoja. Çka kena bërë një box shadow, në moment kur e vendosim mausin, atëherë kena edhe një box shadow. Okej, pastaj kena seksionet të tjera që janë disa module ose karta si t'i quajmë, që kanë fotografi, kanë ratings, tekst, buton, e kështu me radhë, janë boxet, janë me border radius, e kështu me radhë. Pastaj kena 4 tjera, që dhe këtu kena përdor Flexbox, me të njëjtat dhëna, e kështu me radhë. Këtu i kena disa fotografi të ndryshme, mirë po e njëjta stili dhe njëjti box është, edhe kena përdor Flexboxin. Tu pastaj kena tek seksioni i radhës e kena një kontajner, e pastaj brenda kontajnerit i kena dy kolona. Kolona e parë përmban një galleri, e cilën galleri kena bërë me 4 fotografi. Pastaj kena një tekst edhe një buton, të cilën butonin e kena bërë me hover, e kështu me radhë. Pastaj në fund i kena disa seksione tjera që kanë vetëm tekst dhe title, dhe në fund e kena seksionin që kena disa social media si banner, e kështu me radhë. Dhe pastaj në tek futeri kena përdor gridin, me të cilën kena kriju disa boxa, edhe mi kena kriju me grid, edhe i kena thënë që ku do mrihet tek 4 kolona me fillu me rreshin e ditë, e kështu me radhë. Dhe gridi i fundit, konteneri i fundit, kena
kena icon box, ku kena vendos disa ikona me adresën, telefonin edhe me mobile, e kështu me radhë, ka një hover, edhe në fund do me thënë është copyrighti, që është thimi, që është nga Creative Themes, që është Bloxy theme, e kështu me radhë. Kjo ishte sa i përket pjesës homepage-it, edhe pastaj kena kriju blog page-in, ok, kjo është blog page-i, pastaj kena kriju about page, njëjtë edhe këtu gjithmonë headeri rrinë transparent, edhe tek about i kena icon box-a, pastaj kena një një flexbox ditë që ka këtë tekst me butonin dhe pas një fotografi, pastaj kena our team që kena kriju me fotografi, pastaj kena vendos icon box, image box kena vendos, plus me kena shtu social media, e kështu me radhë, pastaj kena këtë seksionin e radhës, pastaj kena vendos të fotografi që në our partners, pastaj seksionin e radhës e kena bërë përsërim me flexbox, një image, edhe një kolon tjetër e cila ka tekst edhe item list, edhe një buton, edhe njëri është futeri në fund. Pastaj kena page in contact. Ok, tek page in contact kena kriju icon box, njëjtë edhe këtu. Pastaj kena kriju një flex box, ku kena shfaq një kolon e cila përmban location center, Google Maps, edhe pastaj kena vendos një kolon tjetër që ka një form për të cilin mund të dërgojmë një email ose një kontakt për kompaninë në fjalë, kështu me radhë. Ok, kishte sa i përket projektit, që kena zgjedh një projekt të jetë me website, një veçfaqe e cila është me qëllim të agjencionit, e kështu me radhë. Pas kësaj i vendosëm edhe SEO, edhe kena kriju në bazë të SEO, se cila është pjesë e lidhshme e një veçfaqe. I pa më të gjitha pjesët se cila është më e mira për mu kriju një veçfaqe, duke i parë të gjitha pjesët në technical, në on page, edhe pastaj duke kriju edhe blog posta, në mënyrë se si me ranku veçfaqen tonë sa më lartë dhe si me optimizu për motorët e kërkimit. Ok, kjo ishte sa i përket projektit të parë të cilin e kemi kriju me studentët prej në zero, me një uri prej në zero, të cilat i kemi zhvillu së bashku edhe e kemi kriju temën Bloxy theme prej fillimi deri në fund me elementar.